ka këndje, ka murëri, të vinë. Unë jam për dialog me Dilaverin, me Dilaverin dhe të më falë i ati, jam për dialog me Dritanin dhe me këdo Dritan tjetër që del dhe mbron mban atë rreth banditësh atje që nuk lejojnë asnjë zë shqiptar, asnjë zë advetar të flasin dhe të thotë të vërtetën. Zotëri e vërteta është jemi të pushtuar, kush ka sy në ballë ka parë, kush është qort dhe të mbetet qort. Avokat, puna është këtu tani që Dritanin duket sikur po e ngarkojnë më shumë se ç'duhet. Sepse ai thotë unë s'kam lidhje fare me këta. Me t'jem me antar me të drejtë vote apo t'jem pjesë e grupit koordinuar. Unë tha lexoj një deklaratë, unë e lexova. Po, këto mi the. Po. Tani ti cilën beson, ato që thotë Artani apo ato që Dritani apo ato që të shef syri? Pyetje bëra. Mund të ketë version tjetër. Unë thjesht po sjell qëndrimet, sepse aty për momentin situata. Unë do të pyes, dale se bëjmë dialog. Po, të vërtetë. Dhe je i detyruar të përgjigjesh vetë pyetjeve të mia. Kë beson zotëri? Kë beson? Atë që dëgjon nga goja e Dritanit apo atë videon që shikon se si sillet Dritani brenda atij rrethit kusht mikrofoni? Kë beson, më thuaj? Unë them këtë avokat që të vërtetë absolute nuk ka. Ti mos i bën bisedë se unë nuk jam në ata që më shkon peshkun në va. Edhe një ta bra pyetjen konkrete. Kë beson, atë që shikon me sy apo atë që thot ai? Po, jo avokat, unë mendoj kështu që ai nuk ka pse ta mohonte nëse nuk do ishte e vërtetë. Thoshte e kuptoj që s'ke përgjigje fal pozicionit që ke dhe të mirë kuptoj. Të mirë kuptoj. Por të këshilloj që kur është puna për të dalë vetvetja, të dalësh vetvetja. Këtë mos e harro. Qoftë edhe sikur të kesh kosto shumë të lartë. Unë këtë kosto e kam paguar që në 99-ën kur filluan bombardimet e Serbisë në Kosovë. Ju e dini që unë s'kam në internet paktën as për njërin pa as për tjetrën në këtë rast. Jo, derisa nuk më përgjigjet edhe nuk më thua kë beson ato që shikon në rrethin e banditëve atje apo ato që thon Dritan Goxhai, nuk më ke thënë gjë. Si e përgjigjur. Unë jam konkret, ora unë dhe me fëmijët e mi, unë them, këtu, më jep përgjigje për këtë që të them. Unë në dialog jam fare i hapur, po jam dhe shumë këmbgullës në të vërtetën dhe në drejtën. Nuk më dhe përgjigje lidhur me qëndrimin tënd ka shefin. Atëherë unë doja përgjigjen që ju më dha di avokat, që shiko për konflikt interesi unë nuk po përgjigjem atëherë. Jemi në rregull. Tani po. Të justifikoj dhe të mirë kuptoj dhe ta thash pak më përpara të thash që për pozicionin që ke thash, nuk të... Ashtu do të japë si që kemi thënë këto deri tani këto fjalë. Po ju e dini avokat që unë nuk bëj prerje. Bravo. Tani, jemi tek situata në Shqipëri. Shqipëria është shitur, zotëri. U plasi bomba tjetër dje në Kakome, sepse edhe ata u zgjuan, u trimëruan, si të thuash, sepse janë personi që në vitin 1998 apo 97, kur u bë, nuk e di kur u bë, ajo rrethimi Kakomes që u përplasën me Fatosnanun e tjera, kam shoqëruar në protest para zyrave të OSB-s në Athinë banorët e Shën Vasilit dhe të Nivic Bubarit. Kam qenë me ta bashkë në protest, zotëri. Po pse na dolën grek ata? Jo, ata nuk dalën grek, po ata thënë në shtoka jonë, që pun ka pse do t'i bën, është bregeti jonë, thonë, shenë grek ata. Çdonin Greqia kanë fjalën. Po ata emigrantët e Shën Vasilit dhe emigrantët e Shën Vasis, ose Shën Vasilit, dhe të Nivic Bubarit, që jetonin në Athinë, u grumulluan, u organizuan dhe bajtë me bën protest para gjyrave të OSB-s në Athinë. Se u protestat i kam filluar me kohë për ata që se din. Kam protestuar në mars të 98-ës me rreth 300 shqiptar, kemi vajtur para ambasadës, ish ambasadës Jugoslave në Athinë, dhe kemi protestuar gati një orë. I kam filmuar vetë ngjarjet, edhe protestën, duke qenë i shoqëruar edhe nga familjarët mitë. Pra, unë nuk jam të rrequr ndonjëherë protestave dhe luftës për të drejtën dhe për mbrojtjen e trojeve dhe të vendit tim. Sikur se e dini shumë mirë që grekëve u kam thënë në televizion të tyre,
që ju s'keni punë në Shqipërinë e Jugut. Ne kufinin me ju e kemi deri ke tregurët e zez. Ju keni bërë genocid në Qamëri. Jam i vetmi që kam thënë zotëri, po media shqiptare e shitur kokë këmbë te Sali Berisha dhe Edi Rama, të cilët që të dy i shërbejnë interesave greke për hir të karrikës, dhe pas së faqen e zez në breza në jetëve Sali Berisha me gjithë pasardhësit e tij për këtë tradhti që na ka bërë. Pra, zotëri, unë jam adëtar dhe nuk jam as i bler, as i shitur. Nuk është, domethënë, avokat, për hir të vërtetës, edhe nga gjitha biseda që ne kemi zhvilluar bashkë, nuk kam lexuar një koment që kundër mund të ketë pasur dhe ka, dhe do ketë, po që t'ju akuzojnë për tradhti nuk kam dëgjuar ndonjëherë, domethënë. Kanë dalë ca patronazista aty. Janë një 3-4 që kanë konflikt interesi, jo konflikt interesi, po kanë inat se kanë humbur gjyqin në progonat të Pelenës dhe dalën me pseudonime të ndryshme. Nëse janë të identifikuar, atëherë këta qëllimi që ka i qartë përse vjen, domethënë. Po unë flas për masën. Jo, unë di se një nga ata është në ndjekje, jo në ndjekje penale, është marrë pandehur nga gjykata në Gjirokastër. Njëri prej tyre s'po i bëj nder që t'ja zë emrin gojë, se ndy gojë. Ne keni fjalën për konfliktin që ne kemi folur. Po. Dhe pamjet atje flasin vetë, vendimi i gjykatës i thot gjërat qartësisht. Avokat, tani si do mbyllet kjo punë, vetvendosja UÇK-ja këtu, më the të thash, do kemi ndonjë armik tjetër që do na dalë së shpejti apo do mbyllet me këta? Armik UÇK-ja? Jo UÇK-ja, vetvendosja. Jo, zotëri, nëse ka armik të kombit të shqiptarëve të Kosovës, janë pikërisht krevët e UÇK-s që kanë bërë luftë civile dhe kanë vrarë luftëtarë dhe kuadro kolona të mëdha të LDK-s. Jo, kisha vend tjetër, avokat, se e kemi bërë bisedë, po këtu në Tiranë flitet nga mazhoranca në mënyrë direkte apo indirekte, madje Ulsi Maja tha që Albin Kurti duhet dalë edhe thotë të distancohet që ne nuk kemi pas. Ai vetvendosjes atje në Verdugolli tha, shiko tha, ne tha nuk kemi të organizuar që mund kemi ardhur, por në mënyrë individuale ka njerëz që kanë ardhur në Tiranë. Patjetër, dhe është drejtë e tyre. Ai do t'u heqi atë të drejtë Hulusaçi, ai Mekroshi, ai Torimiu, ai do t'u heqi atë të drejtë. Jo, mor zotëri, po është i vogël ai për të hequr të drejtë atyre. Kurse kreu i veteranëve të UÇK-s, Hysni Bucati, në një bisedë që pata dje, tha që nuk është mirë, nuk është burrërore që shqiptarët e Kosovës të vinë protestojnë në Tiranë. Pas kanë paguar mirë atë. Jo çdo qendrim mund paguat. Ai mendon, tha që ata që kanë të pasaportë shqiptare, pra që kanë të drejtë vote në Shqipëri, ata mund vinë protestojnë, kurse ata që s'kan pasaportë, nuk kanë të drejtë vote, nuk kanë pse të protestojnë kundër një pushteti që nuk kanë mundësi për ta rrëzuar apo për ta vendosur pushtet me votë. Zotëri, përse vajti shqiptar nga Shqipëria në Kosovë? Po, edhe këtë përgjigja e malla, nëse do ishit lufta, ardha do ishte justifikuar. Ju nuk është jeni. Po pse nuk jemi, po çe jemi, nuk kemi luftë të protesta, nuk është luftë. Me mjete paqësore. Po, paqësore, po s'është ne jemi të pushtuar nga ndonjëherë. Jo, luftës, jo me jo është luftë, po është luftë pa armë. Që mund të precipitojnë një luftë me armë nëse pasesën nëse këta vazhdojnë me këtë kokë forci. Se këta atë duan që ta çojnë popullin shqiptar në vllavrasje. Këta me urdhër të Çifutistanit, që Çifutistani pasaj të vijë të sjellë 100.000 kolonë në Vlorë, në Zbërnec dhe në Darzez, do që me çdo kusht të futet me luftë. Dhe si kurse tha ai japonezi që ta kam dërguar intervistën, që futët nëse shikojnë që nuk vinë dot me paqe, do vinë me luftë në Vlorë. Avokat, lutem edhe diçka, ne do flasim prapë në ditën vazhdim, me kismet Zotit, por data ka të korrekt tani. Se ata më duket se po i përgatisin Ramës surprizën për ditëlindje, mos do ta largojnë gjë apo do ja hedh edhe këtë radhë lumi? Mund të më pyesje për këtë çështje nëse unë do isha pjesë e tyre. Nuk e di ç'kan vendosur ata, erdhën dhe një vrimnu i bën diaspora këtu, asnjë gjë nuk bën.
sepse u përballën në mënyrë më agresive të mundshme nga ata banditët që ka Dritan Goxhaj me atë si e ka ky Progni. Po mos ndoshta data 4 mund të jetë edhe mos na vinë ambasadori amerikan ato ditë në korrik në Ambasadori dhe të vijë dhe të jap shpjegime për qëndrimin amerikan i lidhur me çështjen e shitjeve të pronave tek presidenti i tij, tek Donald Trump. Donald Trump nuk ka asnjë të drejtë të dërgojë segmente e tij këtu të blej toka shqiptare. Sepse Sazan e Karaborun tha do t'i marrë se s'është punë, janë vatanet e mia, thot Ismail Qemali, thot kënga. Zotri, ta mbledhin mirë mendjen cili do që të vijë në Amerika. Ore ne kemi qenë një grush mizash dhe kemi luftuar, kemi vdekur natyrisht jemi vrarë, sepse lufta të vret, në luftë ka humbës edhe fitues. Ne s'kemi fituar ndonjëherë, po s'kemi lur kokën. Kemi luftuar deri te i fundit. Dhe prapë do luftojmë. Dhe qoftë edhe sikur të shuhemi. Avokat, lutem me diçka. Dini gjë ku është presidenti jon? Në Uzbekistan ka Pakistan, andej. Nuk ka ardhur. Vetë edhe luan Pesagurthi, themi ne kur ishim të vegjël me Pesgur, Turk TV. Qarë burri është, qarë burës është ai, po qarë vemi është ai. Po ndoshta mos do të rini kështu në distancë, ai mos dërhyjë te kjo. Mos ka konflikt interesi. Ai do të ushtrojë detyrimin e tij kur kushtetues, përse e kemi? Avokat, mos ka konflikt interesi si unë edhe ai që ndoshta nuk do. Të falenderoj shumë, avokat. Ishte bisedë shumë e këndshme, një bisedë e lirë. Për këto zhvillime, uroj që të vazhdojnë të jenë paqësore, të falenderoj avokat. Edhe unë të falenderoj ty, të uroj një ditë të mirë, edhe mirë të takoshim në biseda tjera. Faleminderit ju.